Shumë kom qef më full shqip, a mos më vjen shumë se krejt anglisht fullin. S'ja ka një që kanë minu tjertë, e sana... U kon motivi parë për ty. Edhe që është që ta shuqet në gjami, edhe në shkull fillore ka pas me shamia. Është shumë kënaqësi me mu sot me qenë në këtë epizod Onida Vitia, një vajzë e re, adoleshente, e lindur dhe e rritur në Londër. Mirë se erdhe Onida. Faleminderit. Qysh po ndjehesh? Mirë, jam shumë e gëzuar më kanë këtë. Faleminderit shumë. Onida na e dim një farë si humor, që për hap, që është gjithmonë këtu, a ma mirë këtu atje, qysh është për ty? Për mu, gjithë më kanë vetë këtë pytje, është dhe herë që shkesha në Kosovë, o në gjithë i thasha në dyat, se së më isha minda, ka senë në Kosovë edhe në Londër, që më pëlqenë, edhe shumë vene ndryshe janë, pros së një da isha, ama normal që zemra në Kosovë gjithërin. Okej. Po dyat. Qka po mendon që të bën me të najtë zemra në Kosovë, se ti ke linda atje realisht? Qka të tërhek në Kosovë? Më pëlqen kultura shumë, adin e mboj këta, edhe gjuha, shumë kom qef më full shqip, a mos më vjen shumë, se krejt anglisht fullin. Kur po thu krejt anglisht fullin, ashta jetu me ndu për Londër, por realisht edhe të na jenë të full generata ju i anglisht. Qysh është për ty kur pi dëgjon të full në Kosovë anglisht? Kom qef, unë thash kom qef më full shqip, edhe unë bëll flas anglisht në Londër, e thash kur vi këtë apet anglisht me full, nona gjithëm të ke fal shqip, a unë qysh me full shqip kur krejt po flasin anglisht në Kosovë. Okej. Onida, pëlqej shumë ky rrugtimi juj si familje, se na fillimisht nona më tregoj kur u takum, që gjithmonë ka insistu dhe ti ta shtregove, që ka insistu gjithmonë që ju, dhe më thonë, brenda shtëpis, pavarësisht shkollës, kopshtit, me fol shqip. A u kon sfid për ty si fëmi, me thonë, një gjuhë që ti, qysh u kon për ty? U kon pak zarë, se edhe me fëmive të agjit, krejt anglisht folshëm për mes vete. Më thonë fal shqip, edhe më vike pak zarë, normal, ama me agja, me tete, me prind, gjithë shqip këm fol. Se aty në vi ka ardhë ma letë, po edhe s'kom dosht me hup qatë gjunë. Se bëllë foli anglishtën, kom qef edhe shqip. Shumë mirë. Onida, unë e di që ti je, do më thonë, edhe kryetore nxënësave në kuadër në shkollën që ti shkon. Qysh është, a shkollë islame ajo? Jo, nuk është. Shumica shkollave në Londër janë katolike. Aja me nuk është shumë kështë katolike, ama nuk është muslimane. Është e përzim. Okej. Edhe qysh u bo që një qik, do më thonë shqiptare, me mbules, me arrit? Pra, shumë në Londër ka të lifar njerëz. Adin shumë njerëz ndryshme, musliman, krishter, dzid, bardh, krejt ka, edhe atje nuk ndojnë, krejt janë barabarst. 190 nxënëse janë në shkollë, edhe më kanë zgjedhë, më kanë. E kjo vëshkallëzën që edhe nuk jam njën kush je, që sheki prej ardhjen, janë shumë diverse. Po, e pranojnë ndryshimin, diversitetin, edhe, po, ty si shqiptare, do më thonë, a e diskutojnë këtë pjesën e shqiptarve, ose të mbulesës, ose... Jo, nuk e diskutojnë. Kena mësu për Kosovën në histori, po... Keni mësu, po? Po, për luftën në Kosovë, edhe për Bosnin edhe qëto krejt. Bosnien, po? Po, Bosnia. Edhe këna mësu për ta, adin nuk thojnë asë nësan keq. Adin nuk jau njën shumë... Qka keni mësu për Kosovën, për luftën? Po, qysh na kanë dëmu
Anglia, që shokon për njerëz, që kanë vdek shumë njerëz, edhe, po, që është. A ju ke tregu atyre në klasë që ti je prej qëti vendit që jeni të mësu prej... Po, se babi jam është refugjat të ardhë prej Kosovës. Në kohë të luftës. Po, edhe shumë interesant i kanë ardhë që, babi jetë refugjat. Edhe, nuk më qërë ndryshe për qatë punë, as kur gjë veç. Edhe, janë... Gjithë shka është normale. Po, normale. Okej. Kur vjen në Kosovë, unë e di që ti Kosovën e donë, më tha dhe ma herët, edhe ve kuptoj, edhe shumë mirë, po a ndjenë ndryshe që të pranimin e diverzitetit në Kosovë, do më thonë... Po, shumë ndryshe më duket, se këtë krejt njejt, dhe qish njerës, edhe nuk e pranojnë atë diverzitetin njejt. E në Lundër që ka shumë të lifar njerës, krejt i mojnë barabart, e këtë në Kosovë janë ma, adin nuk i këqirin ma ndryshe njerës që janë si ta njejt. Atë kanë këqyrë në herë ty ma ndryshe? Po, unë kam vit njerë dikush a je Arabe, a je Shqiptare. Unë Shqiptare jam, është që mojnë vëllisë nuk jam Arabe, është. Qysh ke për ty me dvetë që ashtë? Se si je mësu me siguri atje? Jo, atje kur së më vitin e këtë, unë ka ardhë që ishtë se theke edhe në musliman edhe s'ka dertë, mu nuk manin që thujnë tjirtë, veç që më dalë edhe jam shku në shqipë. S'ma ka njëtë shumë, se unë e di vetën edhe. Okej. Në Londër a ndodhë për shambull me mendu që dikush jo me shami jo veç Arabe? Jo, ka të lefar njerës, ka normal shqiptar, ka Bangladeshit, ka Arabe, ka Turqis, të lefar. E shoshnia jote, kryesisht Onida, a ki shoqe shqiptare? Kështët ngusht jo, në vitin tem, vesh në shqiptare, one edhe në shqiptare tjetër e Shqipnis, është ajo. Flasëm ka njëhera, mo kështë shoqe ngusht asjena, shoqet e mja jenë ma shumë, adin, pik të lifar vendiv. A jenë muslimane? Do janë muslimane, da krishtire, da të lifar. Okej. Qysh është me pas shoqe krishtire, për shambull? Adin, përmënoj, qysh e gjenit një gjutë të përbashkët? Ata e pranojnë, adin kur flasim, nuk ka adin debate të këqia. Gjithë, nuk jam njën, as mu nuk me anin që janë krishtera, muslimana. Jena e këshirëm vitin si të njëjtë, jena jetojna në Angli, jena shoqe, nuk në shkon mohabitit e njëm krishtira, njëm muslimane, nuk jam njën ajo punë. Edhe që jam shqiptare, gjithëm vitin, adin, i interesën shoqev të mija, adin qish është Kosova, i kalëzaj për lufta, shumë interesën. Edhe për finëm vitin shumë, adin, pëse e më gjithë një mbolisën, kretë janë shumë me respektëm e mojnë këtë muhabet. Nuk pysin me para gjykim, po vish më informu. Po, vish më informu, adin mos me pasat ignorancën. Që shukon për ty, kur e ke vendosë mbulesën, Onid? One jam shku në gjami, për që i këm pas 8 vjetë, atë kretë më mbulesa, o kanë si uniform, e shoqet e mija, edhe kur dilqin për gjami, se kam pas mbulesën. Mu, adin, më ka duk normale, edhe nona jam që më mbulu shumë, adin, ju më gëzu edhe këm dasht tani prej asaj më mbulu. Okej, se nona u mbulu, ti e kujton kur nona u mbulu? Po, si përse më kom pram. Po, okej, a mundesh me ndomeni qatë? Kur u mbulu, në aeroport qëtë. Në aeroport u mbulu? Po, në aeroport. Më ka duk shumë, adin, wow, që ka atë konfidencën që po mundet me vo, më ka duk shumë interesant. Më ka përqy shumë, kom thonë, edhe në kom qef me në gjithë polisin e ditë. Okej, edhe qysh ke reagu ti, kur e ke po nonën që ashtu, dhe me thonë, se ka njëherë fmit, din me po nonën me shami pak ma inferiore, edhe në... Më ka duk njëjtë, që ajo nonë që konë, më dje që ja sa që është. Kur e kom pa që u gëzu dhe babi, edhe unë më gëzu dhe ma shumë, edhe vlaznia dhe mutra dhe vlaznia,
edhe ata janë gëzu. E krejt familja janë gëzu, mu ka du kjo sen është normale, edhe për mu në kom qef me E kur jem bulute, a janë gëzu njëjtë? Po, shumë janë gëzu. Mas por janë konë me 2 menje, se shumë e ri janë konë, në 10 vjeqare. Më nëshin, nashta e hik ma vona, si pëlqena. Po, one e kom ditë që se hike, one e kom qef, one përdu me po qëtë sen, edhe e kom po, edhe krejt janë gëzu. Okej. E çka të ka shty, Onida, që ti me bo si 11 vjeqare më mbulu? Nona je, mas pore. Aja e kom po, adin, si ka një që kam në në tjertë, e sana... U konë motivi parë për ty. Po, edhe që është që ta shuqet në gjami, edhe në shkullë fillore ka pas me shamia, ata i hekshin e në gjithë qënë, po adin e provajshin, edhe në ka përgjë qaj sen, edhe kom gjithë edhe në. Okej. Ti kur e ke vendos, nuk e ke hek, pëmnej kuptimin që me adin me testu pak veten, po e ke vendos... E kom vendos, nuk kom lukrish adin me në gjithë me hek. Normal, kur shkojsha në gjami, për që kom pas 8 vjetë, në gjithë që shamin si uniform, e pra nuk më dhe kënaj sene që të shmem, normale o kom për mu. Okej, kur erdhe në Kosovë, a thanë shumë e re, pëse e Po, shumë e re, pëse e mbulu, a mos ma ka njët, adin, në për vete kom di që po kom qef. Normal, jeri, kështë, së ma ka njët. Janë mësu tash edhe familja në Kosovë, adin, më dëmujnë, nuk jam një mod që kom bëllisën. Je edhe në atë, pëmënej, në grupin në atë ekipen e kundër bullizmit në kuadër shkollës, Onida. A mund është pak me nga të regu për qëtë aktivitet ose angazhim? Po, pra, jam zgjedhë se kryetare bullizmit, edhe para shkollës na kanë shti me full për bullizmin, se çdo javë kanë një temë, edhe për qatë javë kanë bullizmi, edhe kanë dash që studentet me full me studentet, se qashtë e kanë po që studentet po kuptojnë edhe po konektojnë me neve. Edhe e kena full, edhe i kanë përqy shumë, studentet e kanë dash që na edhe në pjavojna, për fullum. Okej. Pjesën e bullizmit, a ka shumë bullizm mrena shkollës edhe pse ti tha, qysh e tha numrin e nxënësave nuk është shumë në raport me shkollat tona. A ka bullizm atje? Nuk ndodh shpesh, po kur ndodh, ka sene që më ndalu. Për shembull, ka mekanizma që përdoren. Ka edhe online, anonymous, mos më ditë kush është të shkru, edhe ka dhe mësusa për që temë, veç për me folë me, edhe shkolla... A mësusat me cilët ju mundeni me folë si nxënësa veç për bullizmin? Po, për problemet shpisa, që të vynë me folë me, më nëshë me folë. Po përgjësi, kanë thonë që me pas një mësus, a një mësuse që ti më nëshë me folë shlirë me, edhe adin nuk kalzojnë, nuk shkojnë, nuk flasin me tjera mësuse që ka ndodhë, që ka një bizetu. Edhe që është, adin... Po, në Kosovë, kur vjen, qysh është për ty, a e ndjen? Okej, normal, ti rinë Londër, edhe jem ma informune se jem a gjatë atje. Po gjatë qëtë në pushimeve kur vjen Kosovë, a e ndjen që ka bullizëm, ose a e sheh? Nuk më bjen shumë po, kur të vi normal, vi në pushime, kretë edhe në Kosovë jam pushime, pra së më bjen shumë, ama nuk kom një kur për bullizmin që shëndohë në Kosovë, kom një dhe që ka ndodhë që mysë njënë tjetërin, vrahen e sene, po kështë për vitës kom pakër. Okej. Onid, e di që nona më tregoj që ai hobiut është noti. Edhe tash me i thonë dikujt që po na shikon, dhe me thonë mund dhe dikujt me artë që di, qysh me shami edhe noti më konë. A është për një vajzë me mbules problem?
Pra, unë kom vënat për që më kone vogël, shkojsha një herë me shkollë, tani shumë më ka pëlqy shkojsha dhe vetë. Kur jam bëllu, tani vesh jam vish me ato tishat gata, adin edhe më ka duk shumë normale, nuk o ka najsen interesant, krejt nuk më qyshin najqysh, shumë mirë o konë. Po. Onida, kthehem për pak, vazhdoj me një blok marketingu. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Onida, noti, kur shkon not, a e shkon në vende të veçanta, veç për vajza me shami, apo I keni të përbashkëta? Është të përbashkët. Veç krejt për fëmijë, edhe ka të lifar njerëz, adin Ka diversitet. Nuk është veç për femra, veç për muslimana, krejt të lifar njerëz ka. Po. Onid, edhe një përvoj që ma tregove paka shumë para podcastit, ke në Spanjë, edhe mu do shumë e lezeshme dhe interesante me ndame tjertë, ku ke qenë në kuadrë të shkollës, edhe ka qenë një përvoj 5 ditora, apo? Po. O kanë shumë mirë, jom kënaq, edhe në ditën e parë, se kom najt me një plak, edhe me shoqen teme, edhe ajo në ditën e parë unë ka që me ble mishna sugjukë se në halal. Ajo nuk o ka muslimana, o ka në krishtere, po si respekt, mu ka duk shumë mirë, jam di shumë mirë, edhe kur ma bëjke bukën mu ma bëjke halal, edhe shoqes teme ja bëjke edhin me ata mishna të sanet e tyne. Se shoqja ka qene krishtere? Po, shoqja krishtere. O konë shumë eksperiencë mirë që unë ka pëlqy adin muslimane krishtere, s'ka pos gajle që ajo konë, adin krejt janë kënaq përgjësi. Okej. Qysh keni shku ju bashkë të ajo? Të ajo plaka? Po. Në shkollë, veç na kanë qitë, nuk o konë se na kena zgjedha, na ka zgjedh, po shkolla e kanë bu. Po, dhe më thonë, shkolla I kam përcaktu që ju keni me shku të dikush me qëndru 5 dit. Qa keni bon që ato 5 dit, Onid?
Pra, kena shku si në shkollë për 1 orë, 2 orë, rusor kena nejt, amo nuk o konë shumë për më mësu spanjolishten, edhe tani e patëm se me dalë tani masanej, merë shumë të shka me hangër, shkoj shumë të deti, a konë si më prill, pra nuk ka pas njerëzit të notuas, a konë pak ftoft, amo jo shumë, edhe lushëm në zalë, krejt në zonësat lushëm bashkë, o konë shumë eksperiencë e mirë. Okej. Kur vjen në Kosovë, ti e din, do me thonë që shkollat private munden me i dërgu fëmit në vendet ndryshme, qoftë Greqi, qoftë, po jo shkollat publike. Kur i ndonë qëto eksperjenca të na, është mirë, po mendoj, çka mendojnë fëmit këto, që shë shohin, nëse ki, po mendoj, njerës që ti... Po, kam, edhe i duken, adin këto shkollat që janë private, ma të mira, se adin e kanë ma shumë regla, kanë, që më thonë, ju ofrojnë ma shumë mundësi, po mendon, fëmive? Po, ma shumë mundësi ka për fëmi, po. Në shkollë publike, o mu më duket, se unë kërës që më kanë asë gjë, po që mësimi nuk e kanë, që që kanë private, anë lundër. Nuk mësojnë senet njejta. Për shembull, unë me full me dekan në Kosovë, me tema shkollës tem, nuk kuptojnë që jam të thonë, që është qaj sen. Është ma ndryshe. Çka ka dallim? Cilat janë temat që ti fol, që atje i mësoni, po këtu nuk i mësojnë, për shembull? Po, adem përgjësi, për anglishtën, për shembull, na është veç shkrim, edhe që shkrujna, për shembull, është ma ndryshe, për matematikë, shkencë, që shi mësojnë asanet, krejt ndryshe. Nona më kalëzeke që kur u kona në shkollë, veç ishte ishin me rezu, veç me ledzu. E na gjinë mësuset na më gjinë mënyra për qysh me mësu ma mirë, qysh është ma mirë për nëzonsat. Mënojnë ma shumë për nëzonsat që ma mirë, jo veç për me mësu sene. Veç mekanikisht. Po. Atje mundoheni me mësu gjana, do më thonë me i majtë në mend, e jo veç me i mësu në kujtes sa fat shkurt një farforme. Po, jo veç për test, apo për jetë. Aha, okej. Onida, çka kishe mujt me ndo diçka të Londrës që kishe mendu, që ja vlen edhe adoleshentat në Kosovë me integru si pjesë tjetës, ditës, çka do? Diçka që që atje bohet, ndodh në përditshmëri prej gjeneratës juj, po këtu nuk është. Çka do që ty të bjen mend? Qoftë mënyra që komunikoni, se këtu për shembull shumë a folni ju atje në Snap, në vazhdimisht virtualisht? Po, më shu që flas në telefon edhe në shkollë, edhe adin dalim bashk. Këtë së më ka ro shumë, adin veç me kushërin me dalë më ka ro. Po. Me full. Okej. Këto telefonat a ju lojnë në shkollë? Jo. Shkolla jonë, edhe shumica shkolla në Londër, nuk i lejojnë telefonat. Shkolla jam është për nxënësa që jetojnë mas lartë 20 minuta. E pra thojnë që nuk ju vijnë telefonat. Dë nxënësa që jetojnë ma largë, mundesh me pru telefonin e me dërzu në recepcion, apo nuk i lejojnë, as nuk lejojnë me pru bukt jashtet, as adin kësisane, veç në shkollë, nuk lejojnë telefona jo. Do me thonë telefonin, nëse je 20 minuta larg, mundesh me marrë me lo në recepcion. Ju që jeni ma ofër, në shpjelen telefonin. Do me thonë në shpe, nuk e marrë më shkollë. E nëse ki nevoj diçka me komuniku me prindërit për diçka ma t'jash zakonshme? Mundesh, për shembull, me shku në recepcion e mi thjerë prindërit, po kall kompjutera në bibliotek, e mundesh më qu email. One kur kom pasë në ajsen, vish i kom qu email nënës, o kom e najtë ma shumë mas shkollës, atë shka. Onida, qysh është një dit e shkollës? Do me thonë, një dit komplet në shkollën ku jeti? Pra, normal kur quna buna gati për shkollë, e kena uniformen,
si shumica e shkollës në Lundër, edhe shkoj në shkollë me shoqen tam që jeton banesë tam. Jetoj 7 minuta prej shkollës, edhe do të më konë sakt në 8:39 shilën dyrt, para 8:39 do të më konë në shkollë. E pse jo 8:40? Se më konë gati për 8:40 më nisë me shku. Okej. Edhe i kena klasat tona, edhe shkojna tani, edhe do të më najtë në rënë. Në rresht, po? Po, me klasa, edhe 15 minuta i kena veç në klasë tonë, për shembull klasa jam, 15 minuta para se janë nisëm ditës, mësimet, rina që atë, edhe lexojmë, a bëjmë diçka, do bëjmë detyra sana, edhe tani ja fillojnë mësimet. I kena 2 orë i kena, ka në herë janë për shembull 2 orë matematika, 1 orë gjeografi, 1 orë spanjollishtën, çështë. Sa zgjat 1 orë një landë, 1 orë një landës, sa minuta? Si 50 minuta, okej. Gati 1 orë, çështë. E tani e kena pauzën, pauzën, po. E kena pauzën, më duket është ma pak se 20 minuta, nuk e di sakt. Okej. Edhe tani i kena edhe 2 orë. E tani me hongër buk e kena, edhe pauzën, edhe tani edhe 2 orë. E tani ka një herë kena mas shkollës është e patjetër, për shembull edhe 1 orë anglishtën, unë e kam se baj art, edhe 1 orë art, që më në mi kryse edhe më mësu ma shumë. Ama dimret e nalin këto se vëtër ma heret, e tani shkujna në shpe. Aha, okej. Tha unë bëj art. Po. Qysh po mendon konkretisht? Është mësim, se unë e bëj geografi, art, edhe design teknologi, është design. Këtu që i kom zgjedh, e tani normal shkencë. I ke zgjedh si diçka që mu përforcun që ato ma shumë, apo? Po, edhe matematikë, shkencë dhe anglishtën normal, që shdohet me vo, edhe spanjollishtën në bëj. Artin e kena një temë, edhe tani priqa saj teme do të me busana. Për shembull, ne kena naturale, pra lule, kafsh, që se sana. E përmende ushqimin që keni në shkollë dhe ma herët tha që ushqim s'mundeni me marë prej shtëpisa, po? Po. Okej. Qysh qëndron çështja e ushqimit te ju? Do të thonë tu e ditë që atje ushqimi mishi i derrit është diçka që hahet pa problem. Po. Pra në shkollë tem, krejt ushqimi është halal, edhe kur jetë apliku për shkollë, të vesin, a je halal, a je, edhe do njerëz hajnë kosha që janë për tjera fe, edhe na që hajmë halal, e shkrujnë atë, pra edhe kur shkrujnë për shembull në ekskursiona dikon, e din që na hajna halal. Po përgjithësi buka është halal, nuk ka pas ndonjëherë që nuk ka halal dhe na më hongër diçka tjetër. Edhe ka edhe shkolla tjera që shkruan që e halal dhe t'japin bukë tjetër. Onida, ti edhe shumica prej trive që jetojnë jashtë krejtëve ju pëlqen Kosova. Po me ardhë puna mu këthy, a ishe këthy me jetu këtu, se ka njëherë kam një përshtypje që juve ju pëlqen, po ju pëlqen për që ato javë të pushimit. Po, në gjithë kom pas qef, për që unë ka në vogël më këthy në Kosovë, se gjithë unë ka pëlqy shumë, po është kjo puna që adin e shamis, e sana që Kosova dhe sen nuk i lejon, ma zërë është, po apet kom qef më këthy, edhe që është pak zërë, nashta adin ndrohet pa Kosova, dhe i du më këthy. Për shkollë kom qef në Lundër me studiu, se shkolla ma mirë, kom qef më këthy këtë nashta për punë, me bu najsen design, kom qef. Okej. Qka po mendon që tash në shkolla në Kosovë nuk është problem si qka qenë ma heret, dhe më thonë përfshirja në shkolla, po pambules, në kuptimin që me Elona ona është pjesën e mbulesës. Adin, okej, nëse kemi si çështje të zgjidhur, që nuk pe kemi mo problem. Ishe kthy, me qef, ishe kthy. Po, me qef ishe kthy. Okej. Apo mendon që i kishe ra pishman
Zip se po mendoj që Zbesoj që unë kështë ropë shmon, edhe më ropë shmon isha këthi në Londër. ishe këthi në Londër, okej. Onida, unë shumë më kënaqa me ty. Faleminderit edhe une. Edhe po gëzona shumë që ka të ri si ti, që e flasin gjuhën shqipe dhe pse nuk, dhe më thonë, jenë lindë dhe jenë rritë në një vend me gjuhë angleze, po më thonë, nuk e kanë lënë anash asnjëherë dhe kjo është merit e prindërve tu, e nanës konkretisht, e cila do më thonë është merret kryesisht me rritjen, edukimin, po dhe juja që ke qenë të dëgjueshme një farë forme dhe i ke përfill që ato normat e brenda familjes. Faleminderit shumë, edhe shumë ju më kënaq sot, edhe kom pas qef që me fol për çto pika. Faleminderit shumë që ti e ke nda kohën për ne, Onida. Mirupafshim në herë tjetër. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim në episodin e radhës.